Çka me bët krishterë apo ish musliman që kanë përjetua dashninë e Zotit, e tash dëshirojnë me nda këtë dashni me tjerë, por sulmohen. Dje kom dëgjua një live të një motër Sërina që folte aq bukur për dashninë e Jezu Krishtit, si e ka lirua dashnia e Jezu Krishtit, e çfarë fyrje e sharje merte me fjalët më të ndyta që mujnë me ba. Unë ditë e bërdit marrë me qindra fyrje, sharje, kërcnime se kanë më mbra e kanë më mra. Pse? Atë çka me ba këta njerëz? Çka me ba një njeri që të vërtet ka përjetua dashninë e Zotit, e me gjithë zemër do me shpërnda këtë dashninë e Zotit, por militantët islamistë nuk i lajojnë as në shpinë e tyne me jetua, as me shpërnda live-et e tyne, as me fol lirë ashtu si që kanë dëshirë. Unë kam një mesazh që kanë thamalësor. Lehin qejt, e kalon karvani. Kom pa lexuar një tregim shumë bukur. Një familje, burr, grua e një fëmijë 12 vjeç fillojnë udhtimin pe një fshatit e largë me shkuar në një qytet. E marrin gomarin për dorë të nisën. Kur arritin në një fshat tjetër i qeshin thone, qyre budallët nuk din as me hip gomarit. Po e majnë gomarin thonë për dorë. Burrit atë na thot, haj se po hipi i gomarit mos na qeshin njerëzit. Kalojnë fshatin tjetër, aty i qeshin thone, e qyre burri. Aj që duhet me kja maj forti aj me gomarit, e shkreta grua thot qyre kam. Na lojnë e i thot, grua, hipu thot me gomarit titash. Hipet ajo, kalojnë fshatin tjetër, aty i qeshin prap thone, e qyre gruaja, qyre pelja me gomarit. Kjo trypnohet prap, ullet ajo pe gomarit e hipin djalin. Kalojnë në një fshat tjetër, aty thonë, e, sot fëmija s'ka respekt për prindet, qyre fëmija me gomarit, e prindja thot, kam, ç'kam me ban këta tash? I provuan të në mënyrët, hipën 8 me gomarit. Kalojnë një fshat tjetër, nisi njerëzit thonë, ku i shkreti gomari, çka hje gomari? Çka me ba këta njerëz tash? E kjo qëllimi i tregimit. Ky shkrimtari menoj se e kom pa lexuar nga Tolstoj. Thote që kur nisesh në udhtim, mu kthye me gjuhë me gur, të nqenjt që t'lehin, kur s'ke me arrit qëllimin. Ashtu asun pra vllazën, edhe ju që jeni të krishterë, ish musliman, mos ktheni kryet me kthyet keqen me të keqe kur ju shajnë islamistët, sa atë punë kanë janë qenjt.